Shiko, nuk jam rastësisht, ose nuk kam qenë rastësisht në politikë. Familja ime ka një kontribut të gjatë që në kohën e rrëzimit të sistemit. Baba në fakt edhe në kohën e sistemit ka qenë pak arrogant gjithë me sistemin. Edhe në ato historitë e tij, sepse ai nuk jeton më, bënte kështu nga këto gjërat e adoleshentëve dhe gjithmonë ka qenë me profesion saldator, e dënonin me punë korrektojse dhe pastaj thoshin hajde në punë, sepse ishte një saldator me patent, siç ka qenë atëherë kategoria 7, mjeshtër, i duheshin, edhe si duket e kishte kuptuar që ishte i rëndësishëm dhe të bënte nga këto gjërat. Themelues së tre xhaxhallarët e mi, dhe patjetër që unë kam ardhur, domethënë, si pjesë e forumit kur kam qenë në gjimnaz në 97-ën deri në 2001-shin, pastaj kur kam qenë studente në Gjirokastër, mbaj mend atëherë me Genc Rulin. Ka qenë koha pasaj që ndryshuan sistemet. Student, shikoj, nuk ishte një zgjedhje ime personale. Kjo ishte një edukim dhe një frym në familje. Por unë veten time e konceptoj të djathtë, sepse më pëlqen prona, më pëlqen familja, më pëlqen biznesi, dua të jem e lirë, dua ta them mendimin tim të lirë, pavarësisht se sot për shembull, të thuash të vërtetën, dy rrugë janë, ose do të shmangen, ose s'do të duan. Kështu që pjesë e forumit, jam pjesë e strukturave të Partisë Demokratike, deri më sot që po flasim. Kam qenë disa herë, domethënë kandidate si pjesë e Këshillit Bashkiak dhe më së fundi dhe kandidimi im në primare për të qenë një nga kandidatet për deputete. Por këtë pjesa e kandidatës për deputete unë e konceptova si një gjë që kisha britur rrugëtimin e foltores dhe doja të guxoja deri këtu. Se çfarë do bëhet pasaj me politikën, apo me pjesën time, domethënë, si aktiviste e Partisë Demokratike, po shikojmë si do ecin edhe procedurat edhe procesi me zgjedhjen e kryetarit. Por gjithmonë unë jam njëri i hapur ti. Unë gjithmonë vlerësoj individin. Nëse sot për shembull, ose po them që deri në këtë moment jam pjesë e Partisë Demokratike, mund të zgjedh të mos jem më. Po nëse nesër dej në qytet, se po vjen zgjedhjet e partisë, zgjedhjet e bashkisë, unë shikoj që qoftë majtas, qoftë djathtas, qoftë nga PDU-ja, qoftë një subjekt, një kandidat i pavarur, vjen një djalë fjerak, qytetar fjerak që unë e njoh, ose vajzë që unë e njoh dhe është i përket, domethënë, qytetit tim, ka rrugëtuar me mua, unë ja njoh vlerat, është këtu, domethënë, e ka prekur qytetin, e di problematikën e qytetit, unë do ta suportoj. Nëse ai do jetë ai që më përfaqëson dhe mua, qoftë djathtas, majtas, jam dhe për individin. Jam vërtet e djathtë, por nëse një ditë do më duhet dhe unë nuk do të jem më pjesë e strukturës, për mua kushdo që vjen dhe kandidon në qytet dhe i përket qytetit tim, atit që unë kam 44 vite që jetoj dhe unë e njoh dhe ja njoh vlerat, unë patjetër që me shumë konsiderat do ta mbështes.